Haleluja. Këtë kohë kam qenë duke folur në lidhje me urtësinë e Perëndis dhe sa e rëndësishme është që ne ta kërkojmë atë, sa e rëndësishme është që neve të kërkojmë atë që Biblia e quan Sofia. Është urtësia që vjen direkt nga Perëndia dhe secili prej nesh, përfshirë mua dhe çdo person të krishterë, ne gjithë kemi nevojë për urtësinë e Zotit. Pa përjashtim, ti ke nevojë për urtësinë e Zotit, e të mos them çdo ditë ke nevojë për urtësinë e Zotit. Haleluja. Dhe nuk është diçka që Perëndia po e mban larg nesh, përkundrazi ai thotë ejani dhe kërkojeni. Unë e kam, po ju duhet ta kërkoni, sepse në fakt vet Jezusi tha, mos i hidhni çfarë? Margaritarët derave. Do thotë Perëndia ka urtësi, po nuk e shkapërdeshtu kot. Çdo gjë që Perëndia ka, do ta çojë në vendin e duhur, aty ku duhet jetë. Jo thjesht nëse shikoni Perëndin të manifestuar te Jezu Krishti, kur ai e shumëfishoi bukën, në fund kur gjithë hëngrën u ngop, tha shkoni mblidhni copat. Pra asgjë nuk shpërdorohet në mbretërinë e Perëndis. Ne shpërdorojmë shumë gjëra, ne hedhim ushqim, nuk e di, unë kam hedhur ushqim edhe më vjen shumë keq kur e bëj. Jam i sigurt që edhe ju e keni bërë. Do thotë që kjo është një keq përdorim i diçkaje, derisa ka njerëz që s'kan bukë me hongër, e ne hedhim atë, atëherë kjo është një shpërdorim i një mirësie të Zotit. Dhe këtë ne mund ta bëjmë edhe me lekë, duke shpenzuar lekë për gjëra që s'kemi nevojë. Ndoshta i kemi 5 palë, duam të 6-ën. Ndoshta kemi celularin që funksionon, e duam modelin më të ri. Pra këto janë shpenzime që unë mendoj, tani ka mendime, po unë mendoj që janë të kota, sepse nëse ne keq përdorim gjërat që Zoti na jep, nuk e di a do të na jap më tepër Zoti nëse e shikon që nuk jemi besnik në gjërat që ai tashmë na ka dhënë. Pra në çdo gjë, sepse Jezusi thot, besnik në të vogla, besnik në të mëdha. Ne presim nga njerëz që Zoti të bëjë një mrekulli shumë të madhe, por nuk po menaxhojmë mrekullin kaq të vogël që na ka dhënë. Edhe Perëndia nuk është budalla, edhe Perëndia nuk shkapërder, edhe Perëndia nuk keq përdoron, dhe Perëndia nuk hedh gjërat e çmuara thjesht sepse ne i duam ato. E kam thënë disa herë që Mateo është fëmia e ynë dhe ai ka kërkesa, po jo çdo kërkesë ti plotësohet. Pse? Sepse un kam urtësi, Miranda ka urtësi, ai se ka akoma atë urtësi, se është 7 vjeç apo jo. Dhe kështu është edhe në besim. Perëndia është shumë ai zgjuar se sa ne. Thjesht që ne po i lutemi atij për diçka që ne mendojmë, sepse Mateo mendon që çdo një orë mund t'i japësh akullore, dhe ti e din që akulloria nuk i bën mirë, apo jo? Por në mendjen e tij ai mendon që akullore babi tani është verë, unë dua akullore, ose tani i dham një ditë me provuz për shkak të insistimit të tij të provonte një Lipton pjeshk, por ajo është sheqer dhe e dyta është kafeinë, sepse është me çaj të zi. Kështu që ajo, pastaj ne, nëse japim ato, ai do na ri zgjuar natën, edhe çfarë do bëjmë ne, do rim zgjuar me ta. Do thotë që po ti mund t'i japësh diçka që ta shijoj, por pastaj ai mund ta kërkojnë kohë në vend e pa vend, edhe ti si prindi ti e din që jo, kjo nuk i bën mirë. Po njëjta gjë, ne i themi Perëndis ai është prindi ynë. Ai është ati i shpirtit tonë. Pse do të bëj ai më ndryshe se që bëjmë ne me fëmijët tanë fizik, ai pse do bëj ndryshe? Pse ne mendojmë që mund ta manipulojmë Perëndin duke ju lutur, e stërlutur për një gjë që e dim që, ndoshta se dim për momentin, po ai e din që nuk na bën mirë. Edhe nuk na jep. Kështu që jo çdo lutje jona do të marrë përgjigjen po. Dhe kjo s'ka të bëj fare sepse Perëndia është kërnac ose koprac ose na kursen diçka. Jo, është sepse ai është i mirë, edhe ne nuk jemi në atë gjendje me përballu një bekim ose një gjë që po kërkojmë s'është për ne për momentin. Apo jo? Kështu që le të mësohemi edhe në përqasjen tonë me lutjet tona tek Perëndia që po, unë vërtet dua të kem një marrëdhënie të gjallë me Zotin, por Perëndia nuk është plaku i vitit të ri ku unë thjesht i jap ato kërkesat e mia dhe ai me njëherë përgjigjet. Jo, ai është një atë i mirë, ai është një atë shumë i mirë, edhe ai nuk krahasohet biles edhe vetë Jezusi thotë nuk mund ta krahasoni me një atë toksor, është jashtëzakonisht i mirë, por që mirësia e tij nganjëherë te kalon çfarëdo lloj kuptimi që ti mund të kesh për mirësinë e një personi, dhe joja e Perëndisë është gjithmonë në të mirën tënde.
Unë përmenda që javës që shkoj, që kur vjen puna tek urtësia e Perëndis, ne dim që Perëndia ka planifikuar gjithçka për secilin prej nesh. Përmenda rastin e Davidit, përmenda rastin e Samuelit, se si, domethënë Zoti i zgjodhi ata, përmenda rastin e Jozefit, se si që në fillim, kur ishte i ri, ai po shikonte ëndra në lidhje me jetën e tij, nuk arrinte dot t'i kuptonte për momentin, por kur i ndau me vëllezërit, kur i ndau me prindrit, ata u kthyn kundra atij dhe kundërshtuan ëndrën, po ëndra është nga Zoti. Edhe përmenda edhe javës që shkoi që është e pamundur ta manipulosh një ëndër, sepse ti ke fjetur, edhe ëndra vjen. Kështu që Jozefi ishte shumë i qiltër kur ndau ato çfarë kishte parë, nuk ishte e planifikuar në mendjen e tij, ishte diçka e përjetuar. Dhe ai e ndau, por me njerëz që e ndau ata nuk e kuptuan biles, u kthyen dhe i thanë hajde ëndrues, ç'a mendon ti, ç'a do ndodh, pse kështu do ndodh, ne do përulemi para teje dhe kështu në fakt ndodhi, por dua të them këtë që Perëndia ka një plan për secilin prej nesh, edhe ajo mund të zbulohet në mënyra nga më të ndryshme, por unë besoj që mënyra se si Zoti zbulon më së miri planin e tij është në marrëdhënie me të. Kur ti je në marrëdhënie të gjallë me Perëndin, plani i tij do të zbulohet. Ti do ta dish pse je krijuar, sepse Perëndia në fakt ka planifikuar gjithçka për ty. Ekziston një plan e keni parasysh kur njerëzit thonë këtu, është ajo thonë çysh e ka shkruajt Zoti. Por gjithmonë e përdoren në mënyrë negative, nuk është kjo në mënyrë pozitive. Nëse i ndodh diçka e keq, e ka shkruajt kështu, e ka shkruajt ai lart, do të bim dakord. Unë besoj që Perëndia nuk ka shkruajt asnjë gjë të keqe për ne në qiell. Sepse nëse është një atë i mirë, nuk mund të shkruaj gjëra të këqija. Unë s'mund t'ja uroj fëmijës tim asnjë gjë të keqe, absolutisht lutem që çdo gjë të shkojë mirë dhe nëse është diçka që s'po ecë mirë, unë lutem që ajo të pushoj, ose le të themi nëse ka probleme shëndeti, unë lutem që shëndeti të jetë i mirë dhe smundja të largohet në emrin e Jezusit. Pse duhet ne të mendojmë që Perëndia, krijuesi i gjithësisë, ka shkruajtur një plan negativ për jetën e dikujt? Absolutisht jo. Nëse ka diçka negative, është gjithçka sul i të ligut. Nuk është e shkruar nga lart. Nëse është diçka e mirë, ajo vërtet është e shkruar nga lart. Sepse çdo dhuratë e mirë dhe e përsosur vjen prej lartit. Nuk ka dhurata të këqija nga Ati. Nuk ka plane të këqija nga Ati për njerëzit. Çdo plan që Ati ka bërë për fëmijët e tij është shumë i mirë. Është shumë i mirë. Dhe nganjëherë njerëz mendojnë, okay, po Jozefit ç'a i ndodhi gjithë ato të këqija që i ndodhen, a nuk ishte ky plani i Zotit? Jo, nuk ishte. Unë nuk besoj që ishte plani i Zotit që ai të vuante, që ai të futej në burg, që ai të përjetonte një ndasi nga familja e tij dhe të mos takonte vëllezërit dhe prindrit për një kohë të gjatë. Kjo nuk mund të jetë plani i Zotit. Por ajo çfarë do të shikojmë është një betejë, kur ti je i krishter, ka një betejë dhe kjo është pjesë e betejës tënde për të arritur plotësimin e planit. Nuk do të lej djalli dhe do të thotë bravo, ky është plani i mirë i Zotit, hajde ta bojna. Jo, po plani kur djalli kupton planin e Zotit për jetën tënde, kur ai fillon merr ca shkëndija, se ai nuk din planin e Zotit për jetën tënde. A din ç'e merr vesh djalli planin për jetën tonë? Kur dëgjon ai profeci që dikush po thotë. Kur të shikon ty që ti po e studion Biblën dhe po merr zbulesa, po ndriçosh, ai aty e kupton që kur ti fillon mi shërby Zotit në thirrjen tënde, aty e kupton, Zoti pas ka thirrë këtë që jetë ungjilltar. Okej, unë do ta godas në këtë pikë. Ose Zoti e ka thirrë këtë që të jetë pastor. Okej, unë do ta godas në këtë pikë. Zoti e ka thirrë këtë që të jetë apostull, se ku ta di unë çfarë, administrator, ose edhe ai do të godas aty kur ai shikon, sepse ai s'din, ai nuk mund të dalloj planin e Zotit për jetën e njerëzve, se ai nuk është i zgjut. A e kuptoni? Djalli gjithçka që merr e vjedh. Gjithçka që merr e vjedh. Ai nuk ka asgjë të tij. Edhe atë çka ndodhi në tokë, ai e vodhi nga Adami dhe Eva me mashtrim, apo jo? S'ishte e tija. Nuk ishte e tija. Po ja vodhi duke i mashtruar, duke i tunduar që të hanin atë që ishte ndaluar. Kështu që djalli është hajdut, është vjedhës, është vrasës, është mashtrues, kështu që ai nuk e din planin e Perëndis për jetën tënde.
A e merr vesh kur ti dhe unë kalojmë kohë me Zotin, kur ne marrim direkt nga Perëndia, atëherë ai e kupton. Prandaj edhe ne, la themi, Jozefi ishte shumë i çiltër, por ndoshta nuk bëri mirë që e ndau aq haptas, sepse i dha djallit një shtys, okej. Kjo ndësh nga Zoti, atëherë unë do t'ja tregoj qefin këtij, do ta sulmoj me vëllezërit e motrat e tij, do ta sulmoj përmes familjes, domethënë, edhe do ta edhe sa herë që e shikojmë edhe në jetën e tij, ne shikojmë se si ai u sulmua her pas here derisa erdhi në pikën ku Perëndia depërtoi dhe ai arriti pozicionin që Zoti e kishte për të. Folim edhe për Davidin, se si edhe babai i tij kur Samueli i tha, po i kërkonte ai kë do të bekonte, edhe e pyeti Isaiën, i thot, a janë këto tërbitë tu? Dhe babai Davidi tha, mungon më i riu që tani është duke kullotur delet. Do thot babai i tij as nuk denjoi ta thriste djalin, dhe pse profeti Samuel i tha Isaias i tha, thiri gjithë djemtë tu këto. Ai as nuk denjoi me thirr Davidin. Pse? Sepse ai është i vogël, ai merret me delet se ku ta zgjedhë Zoti atë. Do thot as babai i tij nuk besonte tek ai. Por, e shikoni, plani Perëndis ishte i mirë. Edhe Zoti e zgjodhi Davidin akoma pa bërë ndonjë gjë, pa vrarë Goliatin, se ne nganjëherë presim që njerëz bëjnë ndonjë gjë dhe mi zgjedh për ndonjë pozitë. Davidi nuk bëri asnjë gjë. Përveç se Davidi kishte një zemër për Zotin. Davidi ishte një adhurues. Davidi adhuronte Zotin. Amen. Haleluja. Haleluja. Tani, ne mund të shikojmë edhe rastet e tjera të Jeremia për shembull, shikojmë se si tek Jeremia 1, Zoti thot, fjala e Zotit mu drejtua. Kjo është në moshën afërsisht 17 vjeç, profeti Jeremia, edhe Zoti flet kështu. Fjala e Zotit mu drejtua duke më thënë, para se unë të formoja në barkun e nënsate, të kam njohur. Para se ti të dilje nga barku i saj, të kam shenjtruar, të ka caktuar profet të kombeve. Do thot, këtu e shikojmë shumë qartë që Perëndia e ka zgjedhur Jeremin që t'jetë profet para se ai të linte. Para se ti thot të dilje nga barku i nënës tënde. Para se unë të formoja në barkun e nënës sate, të kam njohur, thot. Do thot, këtu ne shumë qartë mund ta shikojmë që plani i Zotit për jetën tonë është i formuar para se ne kemi lindë këtu në tokë. Dhe kjo më jep një siguri të jashtëzakonshme në mirësinë e Zotit. Që unë nuk jam rastësisht këtu, ti nuk je rastësisht këtu. Ka një plan hynor për jetën e secilit prej nesh. Amen? Dhe ky plan është i mirë. Ky nuk është një plan i keq. Ky plan është shumë i mirë. Amen? Është një plan hynor i cili është dizajnuar nga Perëndia për jetën tënde, që ti me jetën tënde t'i japësh lavdia ti. Amen? Sepse kur ne themi edhe e dini, kur njerëzit bëjnë një vepër arti, kur njerëzit krijojnë diçka, çfarë presin ata? Ata presin që njerëzit ta shikojnë këtë vepër arti dhe thonë, wow, sa e bukur kjo gjë. Dhe pastaj, pasi e shikojnë këtë vepër arti, e lavdrojnë krijuesin e asaj vepre të artit, apo jo? Nuk thonë, sa e bukur kjo, le them, kjo pikturë sa e bukur është, po s'po më intereson kush e ka bo. Jo, nëse është piktori aty, ti më njerë të shë, wow, vërtet sa e mrekullueshme kjo piktura, wow, sa bukur e pas ke bërë, dhe jep lavdi krijuesit. Ose kur ti lexon një vepër arti, le themi një novel, ose ku ta di një autobiografi, nëse është e shkruar shumë mirë, njerëzit presin radhë që ai autorit janë nënshkruaj. Pse? Sepse një farë mënyrë ata duan ta falenderojnë për veprën, po edhe një farë mënyrë duan t'i japin lavdi autorit të veprës, sa bukur e ke shkruajt, ose jam kënaq duke e lexu, sa gjëra të mira kam mësuar nga ky libër, etj. Tani kur Zoti të ka pas ty në mendje dhe mua, ai na ka krijuar, na ka dizajnuar që kur njerëz na shohin ne, t'i japin lavdi atij, thonë, wow! Lavdi Zotit për jetën e Klarës, lavdi Zotit për jetën e Rezit, lavdi Zotit për jetën e Mandit, lavdi Zotit, kur na shohin ne, ata duhet t'i japin lavdi krijuesit. Për kjo është plani i Perëndis. Amen?
Haleluja. Nuk është një plan i keq, por është një plan i mirë. Edhe normalisht, ashtu si Jeremia, edhe ne, kur ne e kuptojmë këtë gjë, ne nuk është që bim dakord me njëherë me planin e Zotit. Edhe Jeremia tha, mjerisht Zot, unë nuk di as të flas, jam një djalosh, e Zoti tha, mos thua jam një djalosh, se ti do shkosh të gjitha ata me cilët më do të dërgoj, e ti do thuash tërë ato që unë do udhëroj. Pra, ne mund të stepemi, ne mund të tërhiqemi, por Zoti nuk tërhiqet, Zoti prapë t'inkurajon. Ti je krijuar, ti je planifikuar nga unë, ka një destinacion hynor për jetën tënde dhe ti do ta përmbushësh. Mos thua jo se bëj dot. Jo, do ta bësh në emrin tim. Haleluja. E dini dhe Pali tregon për jetën e tij se një pjesë jetës e tij e ka jetuar në mosbindje, në ignorancë. Kjo është e 1 Timoteo 1 vargu 13 me 14, thotë kështu Pali për veten e tij. Thotë, më parë isha blasfemues, thotë, për ndjekës, dhe isha i dhunshëm, por thotë mu dha mëshira, sepse i bëra nga padia në mosbesimin tim. Kështu thot hiri i Zotit ton të proj pa mas me besimin dhe dashurinë që është në Krishtin Jesës. Pra, Pali flet për jetën e tij para se ishte i shpëtuar. Ai e tregon, hey, unë isha kështu dhe unë isha kështu. Por thot, Zoti thot, më dha mëshirë. Se gjithë këtë që e bëra nga padia. Nga padia e çfarë? Nga padia e vullnetit hynor, e planit hynor, se disha për çfarë jam krijuar, për çfarë ekzistoj, si shumica prej nesh. Ne nuk e kemi ditur për çfarë jemi krijuar, derisa dikush na ka ballafaquar me fjalën e Zotit, domethënë unë jam krijuar nga Perëndia, domethënë pas ka një plan për mua. Kjo na ka stepur, na ka kthyer në të mendojmë ç'është duhet. Edhe Pali thot njëjtën gjë. Gjitha këto blasfemues, përndjekës, i dhunshëm, unë i bëra nga padia, në mos besimin tim, por thot mu dha mëshira. Nësa te Galatasve 1 vargu 15-16 thot kështu, por thot kur i pëlqeu Perëndis, që më kishte ndarë që nga barku i nënës dhe më thiri me anë të hirë të tij që të zbuloj në mua birën e tij që unë t'u shpall midis hebrejve, unë nuk mora me njerë këshill nga mishi dhe gjaku. Pra këtu tani ndan dëshminë e tij dhe këtu çuditërisht Pali thot, Perëndia më ka ndarë që nga barku i nënës. Do thot, edhe pse unë isha në mosbindje, edhe pse unë bëra këto, isha blasfemues i dhunshëm, e kundërshtova kishën, futat krishterë në burg, isha aty kur e vran Stefanin me gur, i bëra gjitha këto në padi, në ignorancën time, në mosbesimin tim, s'kisha lidhje me hynoren, s'kisha lidhje me Perëndin. Po thot, kur unë u rilinda, atëre kuptova që Perëndia që nga barku i nënës time akoma pa dal, unë isha i planifikuar nga Zoti, haleluja, për një plan dhe qëllim hynor. Kështu që edhe ti, edhe unë, jemi të planifikuar nga Perëndia për plan hynor, për qëllime hynore. Ti nuk je rastësisht në kish, ti nuk je këtu rastësisht duke adhuruar Zotin, ti je në planin e Zotit, ti je në planin e Zotit, ti je në librin e Zotit, në librin e Zotit je ti. Amen. Aty nuk është vetëm emri ynë i shkruar në librin e Zotit, aty është edhe plani që Zoti ka për jetën tonë. Por është në marrëdhënie me të, kur ne kemi një marrëdhënie tamam të gjallë me Krishtin, që këto fletat e planit hynor zbulohen. Dhe këto fletat e planit hynor, unë besoj që kjo është urtësia e Zotit, që zbret nga qielli edhe të thotë, ok, Luisi, kjo është për ty. Ok, Miranda, kjo thirrje është për ty. Ok, Ariana, kjo është çfarë unë kam krijuar që të bësh në këtë tokë. Pra, urtësia e Zotit e shpalos librin ose planin e Perëndis për jetën tënde personale. Urtësia e Zotit mund zbuloj edhe planin për kishën lokale. Urtësia e Zotit zbulon planin edhe për kombet, jo vetëm për një kishë ose për një person, se Zoti ka plane. Ai është absolutisht plotësisht i planifikuar. Nuk ka diçka që s'është Perëndia nuk zgjodh atë çfarë do bëj sot unë. A e dini çfarë krijuesi është ai? Ai është super i zgjuar. Ka bërë gjitha gjërat që njerëzit akoma po studojnë për marrë vesh që janë bo. Ai ka bo tashmë. Ai ka bo. Haleluja. E kush jemi ne të themi jo, për jetën time s'ka kur gjë. Ka shumë, por du t'i zbulosh përmes
marrëdhënies me Zotin. Prandaj Jakobi thot, a i mungon dikujt urtësia? Le ta kërkoj nga Perëndia. Edhe ai jep pa kursim. Por mos jeni me dy mendje. Po kërkojeni tamam me besim, pa dyshuar, dhe do t'i jepet. Çfarë do t'i jepet? Urtësi. Urtësi. Prandaj edhe i ligu gjithmonë përpiqet na sulmoj, edhe e para i sulmon fëmijët e palindur. Prandaj ka miliona fëmijë që abortohen. Pse? Se djalli e din, çdo fëmijë ka një plan hynor. Edhe në vetmja mënyra më e shpejtë për të ndaluar plan hynor për ta është duke i vrarë ato, duke i abortuar fëmijët. Prandaj aborti është vrasje. Prandaj është aborti një gjë shumë e shëmtuar sytë e Zotit dhe normalisht për neve si të krishterë është diçka absolutisht e papranueshme. Dhe njerëz që thonë s'ka vend për beba, ka sa dush vend për beba. Ka sa të dush, Perëndia ka kriju këtë planet kaq të madh, mund të jetojnë miliarda njerëz këto. Po puna është që po shtyhemi, s'po na del as rruga. Kjo është se s'ngopen njerëzit, me 300 apartamente s'ngopen. Kështu që ky është problemi, nuk është problemi që s'ka vend për fëmijët. Problemi është egoizmi, është lakmia, pangopsia e njerëzve. Ky është problemi. S'është problemi që ka shumë fëmijë. Jo, nuk ka shumë fëmijë. E dini kur njerëzit përpiqen që të birësojnë fëmijë, a dini sa pak fëmijë kanë birësim? E sa shumë njerëz janë listë për të birësu? Po t'ishte problemi, do ishte e kundërta atëherë, do kishte shumë fëmijë për të birësu dhe pak, edhe është problemi i kundërt, ka shumë çifte që duan të birësojnë fëmijë dhe nuk ka fëmijë për të birësuar. Ky është problemi. Pse vi njerëz nga jashtë e duan të birësojnë nga njerë fëmijë këtu? Se edhe jashtë nuk ka fëmijë për të birësuar, sepse njerëz t'i abortojnë. Nëse nuk arri që t'i largoj fëmijët përmes abortit, i ligu përpiqet që t'i vras fizikisht si, përmes luftrave, përmes smundjeve, përmes fatkeqësive. Gjithmonë përpiqet që t'i largoj njerëzit nga njohja e vullnetit të përsosur. Nëse nuk arrin të largoj nga në këtë mënyrë, atëra i përpiqet të largoj njerëzit nga Jezusi, njohja e Jezusit, i mban njerëz ignorant larg Biblës, i mban larg frymës shenjtë, i mban larg kishave, i mban larg takimeve profetike, i mban larg shkollave biblike, i mban larg konferencave që janë të mbushur me frymën. Pse? Sepse do që t'i devijoj nga urtësia e Perëndisë që u zbulon atyre qëllimin, thirrjen dhe planin hynor për ta. Kështu që neve, duke e ditur këtë gjë, neve aq më tepër duhet që të ngulmojmë, që të njohim sa më shumë urtësinë e Zotit për jetën tonë. Urtësinë e Zotit ne mund ta marrim në shumë mënyra. Fillimisht kur e nisa këtë seri, janë 5 libra në Bibël që quhen librat e urtësisë, që duhet t'i lexojmë. Urtësinë e Perëndisë ti mund ta marrësh edhe përmes njerëzve të perëndishëm. Kur ti bën bashkëbisedim me njerëz të perëndishëm, le të jemi pastor, me drejtues në kishë, ti mund të marrësh urtësi. Në një bashkëbisedim ti mund të kapësh një urtësi që ty të mungon, një këshill e duhur në kohën e duhur. Amen, janë si mullat e arta në një enë argjendi. Okej? Kështu që ti nga një vllai, një motër e krishterë që e do Zotin, ti mund të marrësh një urtësi, një xhevahir mund ta them në këtë. Mund të marrësh nga një vëlla, një motër kur ke nevojë. Pra ka shumë rëndësi që asnjë gjë në jetë mos e shikojmë kështu si rastësi. Jo, çdo gjë, nëse ti beson që Perëndia ka një plan për jetën tënde, mos merr jetën rastësisht. Por është gjithçka e planifikuar. Ato çfarë thot, hapat e drejtit i drejton Zoti, kur ati i pëlqejnë rrugët e tij. Do thot, edhe hapat e tua ku ti do shkosh. E dini, nganjëherë ne themi dalim për të bërë një gjë edhe takojmë dikë rrugës. Themi, ua çfarë rastësie. Nuk e besoj. Nuk ka rastësi me Zotin. Ti ndoshta frustrohesh pse u vonova kaq shumë, pse s'ndola në këtë rrugë, edhe kur arrin një pikë kur të del ky besimtari ose ky person që ti e njeh dhe fillon një bisedë, pastaj Zot pendosh rrugës, Zot gjithçka është e planifikuar, Zot më fal. Më fal, ti e ke planifikuar këtë. Ti e ke planifikuar këtë bisedë, ti e ke planifikuar këtë takim, gjithçka, unë jam dorën tënde, ti gëzohesh që po ecën në rrugën e Perëndisë. Haleluja. Një varg për në fund që doja ta ndaja është 2 Timoteu 4:7. Pali e thot një thënie që unë e pëlqej shumë, te 2 Timoteu 4:7 ashtu. Luftën e mirë luftova, e përfundova vrapimin, e ruajta besimin.
Wow! Ky varg është një ndër vargjet më të fuqishme nga një njeri që përjetoi urtësinë e Perëndis dhe plotsoi planin e tij për jetën e vet. Pra nëse ka pas një plan shkruar nga Zoti dhe dikush që e ka plotsu është pali. Normalisht Jezusi e dim, sepse Jezusi gjithçka që ka bëu ka qenë shkruar. Amen, edhe vetë Jezusi thotë është e shkruar për çdo gjë. Okej? Po flasim tani për një njeri, si unë dhe ti. Një njeri e ka zbulu plan edhe thotë, shikoni, unë kam arrit në atë pikë. Luftën e mire luftova, tik. Vrapimin e përfundova, tik. Besimin e ruajta, tik. Do thotë, s'ka gjë më të lartë se sa këto 3 gjëra. Nëse ti arrin, ti plotësosh këto 3 gjëra, ti je fitimtar. Ty të pret kurora, atje në qiell. Edhe gjithë atë kurore duam, ne duam kurorën. Zdo shkoj atje kot, e dua edhe një kuror. Amen? Amen? Unë po flas për vete, se si për vete. S'është ky komunizëm. Vëllezër, motra, po deshet kuror, kjo është formula. Okej? E para, ti ke një luftë për të luftuar. Pra, nuk do të arrish qëllimin që Zoti e ka për jetën tënde pa luftë. Se djalli nuk ka menalon rahat asnjëherë që të plotësohet pike për pe ajo që Zoti ka shkruajt, ki me luftu boks me djallin. Kur ai të sulmon, ti duhet godasësh. Kur ai të kthehet thotë jo, ti duhet thosh po, do bëhet. Kur ai thotë është e pamundur, ti thosh gjithçka është e mundur me Krishtin. Kur ai thotë s'ke forcë për këtë, unë kam më shumë forcë në Zotin. Unë jam si ai bualli, haleluja. I vajosur nga Perëndia për të plotësuar qëllimin e tij, ha? Kur ai të sulmon me smundje, ti do thuash jam i shëruar në Krishtin Jezus. Përmes dhuratave të tij. Pra ti dhe unë duhet bëjmë luftën e mirë. Nuk do të arrim qëllimin ton pa luftu. Dhe beteja do të jetë me të ligun, jo me njerëzit. Me të ligun, me demonët që ai dërgon, shërbëtorët e tij që ai dërgon, ne do të luftojmë me ta. Kështu që përgatitu vëlla dhe motër, nëse do që të plotësosh atë që është shkruar për ty nga Ati qiellor, ka një luftë për të luftuar. Por është e mirë sepse e ke Jezusin në krah. Është luftë shumë e mirë sepse e ke dikë që djalli gjithmonë do dështoj dhe asnjëherë s'ka për ta fituar. Edhe Biblia vetë thotë, më i madh është ai që është brenda meje se ai që është në këtë botë. Kështu që lufta është mes atij që është brenda teje dhe atij që është në botë. Ti vetëm duhet të qëndrosh. Duhet të qëndrosh i fortë. Të mos dorëzosh kur Satani thotë, jo, s'ka për të realizuar kjo, ti do thuash, do të realizohet në emrin e Jezusit. Me di që tjetë e fundit do realizohet, do të realizohet. Ajo çfarë Zoti ka shkruar për mua. Haleluja. Pastaj thot këto. E përfundova vrapimin. Pra kemi edhe një vrapim për përfunduar. Ti ke pjesën tënde të djersitjes. Okej? Asnjëri nuk kanë pa njerëz në palestër që s'djersiten, vetëm ata që s'ushtrojnë. Ata që kanë shkuar atje me shit vetën e vet, ata s'djersiten. Po gjithë ata që kanë shkuar në palestër për të bërë një ndryshim të vërtet, gjithë djersiten dhe bëjnë dush pas sportit. Pas ushtrimit do bëjnë dush. Okej? Pse? Sepse janë djersitur, sepse kanë vrapuar, sepse kanë bërë ushtrime. Dhe kjo është e njëjta gjë edhe nëse ne duam që të plotësojmë planin e Zotit në jetën tonë, do djersisim. Do duhet punë vëllezër motra, do duhet përkushtim, do duhet që të merresh me gjëra, do duhet që nuk njoh asnjë atlet, s'kam lexuar për asnjë atlet i cili nuk është i disiplinuar në të ngrënë, në fjetje, në ushtrime të rregullta, në pushim, në gjëra, domethënë janë shumë gjëra që e bën një atlet jetë atlet i vërtet. Po lexoja kuriozitet që në këtë kampionat futbollit, skuadra norvegjeze kishte marrë ushqimin nga Norvegjia në Amerikë, që të mos hanin ushqimin amerikan, se aty ka shumë gjana që s'duhet mi hongër, edhe shteti, ose dikush, ndoshta edhe kompania ose futbollit, kush, i kishin dërguar ushqimin nga Norvegjia me aeroplan në Amerikë që gjithë skuadra norvegjeze të hante ushqimin norvegjez. E mendoni? E keni mendu këtë? Që ta qosh një pako me një gjë atje në Amerikë sa shtrejnë kushton? Ata kanë quar për gjithë skuadrën.
Kjo tregon që nëse ti je serioz për shëndetin tënd, ti do kujdese çfarë do hash, apo jo? Dhe njëjta gjë edhe për neve si të krishterë, nëse ne do të jemi të shëndetshëm për të vrapuar siç duhet, duhet të ushqehemi me fjalën e Zotit. Duhet të ushqehemi me atë çfarë Bibla jep. Jo, un jam shumë pro dëgjojmë predikime, por jo në atë mas sa që e humbin kontaktin me fjalën. Sepse e keni parasysh sikur shkon në restorant ose në supermarket. Ka këto ushqime që janë të gatume, por ti nuk e din që janë gatu, e ti nuk e din se çka ka vendosur aty, e nuk e din çfarë vajra kanë përdorur. Edhe pastaj është ky sektori organik i ushqimeve organike. Aty ti je shumë i lirë sepse ti çdo gjë që merr ti e din që ajo është superfood për ty, edhe e din që edhe nëse ha nuk të dëmton. Tani fjala e Perëndis është ajo pjesa organike e ushqimit qiellor. Kur ti kalon kohë me fjalën e Zotit dhe mediton dhe ushqesh me fjalën e Zotit, është ti po ushqesh me ushqimin organik. Momentin që ti merr gjëra të tjera, libra ose gjëra të tjera, ato janë tash të përpunuara, kanë shku përmes një personi, janë përpunuar jetën e dikujt edhe kanë atë shijen edhe të personit që po ta shpjegon një gjë, ashtu siç unë po ju predikoj diçka e kanë shijen që ka kaluar përmes sistemit tim, apo jo? Po kur ti e merr organike nga fjala e Zotit, atëherë kjo t'jep ty energji që ti të vraposh pa u lodhur. Amen. Të ecësh pa u lodhur, të vraposh pa u lodhur, sepse Pauli thot unë e mbarova, e përfundova vrapimin. Pra jam djersit, jam lodhur, biles në një vend, Pauli thot kur krahason vetëm apostujt e tjerë, thot unë kam punuar më shumë se gjithë ata. Dhe pastaj thot po jo unë, po hiri i Zotit në mua. Që të mos merrte lavdi sepse është një pjesë e Korintasve ku thuhet që për shkak të zbulesave të shumta mu dha një demon aty që po më godet. Do thot krenaria, sa do i përshpishëm ti jesh, krenaria është gjithmonë nga djalli, kështu duhet të kesh kujdes. Po sidoqoftë ai ishte i sinqert, Pauli tha un kam punuar shumë vëllezër dhe motra. Kam punuar shumë për ato kuën e jam. Por prap thot hiri i Zotit e ka bërë këtë gjë. Por un kam punuar po ashtu. Ose në një vend tjetër kur thot e kisha Korintas dhe thot gjithë apostujt e tjerë e shfrytzuan privilegjin që të merrnin nga të ardhurat e kishës, tha unë nuk e shfrytëzova, tha unë me këto duart e mia tha punova, tha. Dhe jo vetëm për vete, po punova edhe për Timoteun dhe ata njerëz që kisha në skuadër. Do thot Pauli ishte një person punëtor. Kështu që nëse ne mendojmë që vetëm me besim kena përmbush vullnetin e Zotit, harrojeni. Është me besim, është me luftë, është me djersitje. Do të lodhesh, do bësh pjesën tënde të përkushtimit, të sakrificës, të dedikimin ndaj Perëndis. Edhe e treta thot, kam besimin për ta ruajtur. Çfarë? E ruajta besimin deri në fund. Pra këtu flitet për zemrën, sepse besimi është gjithmonë diçka e zemrës. Dhe vetë fjalët e urta thonë, ruaje zemrën tënde me shumë kujdes. Ruaje zemrën tënde me shumë kujdes, sepse vetëm brenda zemrës tënde ti do kesh besimin e vërtetë. Vetëm brenda zemrës tënde. Kështu që këto janë tre gjëra që unë besoj nga urtësia e Perëndis, Pauli i ka marrë në jetën e vet. Dhe thot, "Okej, do luftoni, do vraponi, edhe do kujdeseni për besimin, do ta ruani besimin deri në fund. Edhe pastaj do ju pres kurora. Kurora e drejtësisë ka për t'ju pritur në qiell." Haleluja. Kështu që unë ju inkurajoj vëllezër dhe motra, nëse jeni duke luftuar me të ligun, jepjeni boksin e radhës atij. Amen, se ai s'pushon, ai nuk do pushoj, ai nuk do na lë rahat në një farë mënyre. Dhe puna jonë është me ja godit, herë njën, herë tjetrën. Nëse je lodhur të godit i thret edhe ca tjetër, lutuni për mua, ta godasim bashkë këtë demonin që po më sulmon derisa të shporet. Por që errësira nuk do largohet derisa ne jemi gjallë, ne do jemi gjithmonë në luftë frymërore. Kjo nuk pushon. Por ne nuk do të stepemi, nuk do të tërhiqemi. E dyta, përgatituni për vrapim. Përgatituni që të përdorni forcën fizike, forcën shpirtërore për të arritur thirrjen, çat planin hyjnor që Zoti e ka për jetën tuaj. Do thot nuk është fush me lule. Nuk është fush me lule. Kërkon përpjekje nga ana jote, nga ana ime për ta parë planin e Zotit realizuar. Edhe përfundimisht, gjithë qëllimi i kësaj është për ta ruajtur besimin deri në fund. Ne nuk duam të vrapojmë gjatë gjithë jetës, pastaj në fund, u lodha, haj po loj Jezusin, po loj kishën, po loj krejt. Jo, kjo nuk është qëllimi. Qëllimi është ti të përfundosh, tu thosh,
Kur shikon mrapa, sa shumë pas ka ndihmu Zoti, haleluja, tash po shkoj te ai, haleluja. Edhe njerëz e lën një trashëgimi besimi mrapa vetes. Edhe njerëz kur shohin ti thonë, tamam, ai ka qenë tamam besimtar, haleluja, deri në fund, deri në fund. Haleluja, le të ngrihemi në këmbë. Haleluja, le ta falenderojmë Zotin. Haleluja. Ti ndoshta je duke luftuar dhe e ndjen veten të dobët edhe kohëve të fundit edhe as po lodhesh me kundërshtu Satanin. Unë t'inkurajoj, kundërshtoje të ligun. Kjo është çfarë Bibla thotë. Du ta kundërshtojmë të ligun. Ai nuk largohet thjesht sepse ne duam që ai të largohet. Bibla thotë kundërshtojeni të ligun dhe ai do të largohet. Ti ndoshta je lodhur duke vrapuar, edhe ke filluar tani më shumë po pushon se sa po përpiqesh që të shtysh drejt thirrjes Zotit. Mos pusho. Mos pusho së vrapuari. Mos pusho së vrapuari. Vrapo drejt Krishtit. Vrapo drejt qëllimit të lartë të thirrjes me cilën ai të ka thirrur. Mos pusho. Ti ndoshta je në atë pikën ku s'po i kushton shumë kujdes besimit, kur vjen puna te dëshmia jote e ke lshu pak, s'po kujdes që dëshmia jote të jetë siç duhet. Unë them, mos lejo që besimi të njolloset. Ruaje besimin tënd. Ruaje besimin, ruaje zemrën tënde. Ruaje zemrën tënde. Sepse besimi nuk është funksioni i mendjes, besimi është funksioni i zemrës. Ruaje zemrën tënde. Ruaje besimin në zemrën tënde. Edhe në këtë mënyrë ti dhe unë, ne do kemi hyrje në bekimet e Zotit, të plani hyjnor. Haleluja, Zot, lutem për gjithë secilin në kish. Lutem o Zot që ti forcosh në luftën që kanë me të ligun. Ndihmoj o Zot në luftën frymërore, në emrin e Jezusit. Zot, lutem që ti ndihmosh në vrapimin e tyre, që të mos heqin dorë, o Zot. Tani nuk është koha, o Zot, për të dalë pension, nuk është koha, o Zot, për të pushuar së vrapuari. Përkundrazi, është koha ku du të vrapoj me gjithë forcë, me gjithë energji, du të vrapojmë përpara me ty. E Zot, lutem edhe për ata që kanë kohë, Zot, që nuk po kujdesen për dëshminë e tyre. Që ti t'u zbulosh këtë gjë, që ata të mos heqin dorë nga ruajtja e besimit, që të ruajnë dëshminë e tyre që kanë në ty, o Zot, që të mos ulin standardet, të mos tolerojnë mëkatin, të mos tolerojnë padrejtësinë. Lutem o Zot, në emrin e Jezusit, ndihmoj o Zot, që të ruajnë zemrën e tyre, të ruajnë zemrën e tyre nga çdo gjë që s'është e mirë. Haleluja.